Rava është tani për intervistën në studio. I ftuar është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Alban Bajrami. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Bajrami. Mirëmbrëma, kushtrim, faleminderit për ftesën. Ndonë se kuvendi u shpërndar, akoma duhet i referohemi deputet, apo jo? Po besoj që po, derisa të zgjidhen deputet e ri të legislaturës së ardhshme. Dhe dështimi për të zgjedhur presidentin prodhoi këtë rezultat, pra shpërndarjen e kuvendit dhe rrjedhimisht të zgjedhjet e reja. Pse dështuat, zoti Bajrami? Pse jo marrëveshje, por zgjedhjet e reja? Në fakt, kushtrim, ne nuk kemi dështuar. Ne kemi bërë çdo përpjekje të mundshme që i takon një subjekti politik parlamentar për me arrit një dakordim që të ketë vendi një president, ashtu si që kërkonin në fillim. President konsensual, i cili nuk është i përfshim në partitë politike aktuale ose në skenën politike aktuale. Ne kemi bërë çfarëdo që ka qenë e mundur, ju kemi ofruar të gjitha opsionet e mundshme, partive opozitore, edhe në fund kemi marrë një refuzim, i cili si duket ka qenë i vendosur si i tillë me datën 29 dhjetor. Për shkak se me datën 28 dhjetor rezultatet kanë dalë në fund të natës, tronditja ka qenë e madhe për ta, ata kanë vendosur të nesërmën që kur t'i vijë radha presidentit, vendin e ndërgojnë në zgjedhje, pavarësisht ofertave që ne ju bëjmë atyre, për shkak të rezultatit që qytetarët e kanë dhënë para 4 muaj. Por rezultati ishte pra, i qartë, 51.1% të votave, por prapë zgjedhje, prapë zgjedhje zotë Bajrami. Ju po e kuptoni, besoj që rezultati 51%, pavarësisht që është historik, nuk mjafton për me zgjedh presidentin. Është vendimi i gjykatës që e përcakton, që janë 2/3 në 2 runde. Kjo është ajo çfarë e pengon, edhe këtë fakt ata e kanë posë qartë. Opozita e ka ditë që ne nuk i kemi 2/3 për t'i kalu 2 rundet. Edhe krejt kalkulimet e tyre kanë ardhur në këtë pikë. Unë po besoj që... A është edhe pavarësi për të arritur marrëveshje? Kompromis? Unë nuk e di çka do të më bëj tjetër një parti për me arrit marrëveshje për çështjen e presidentit. Kur partitë opozitore kanë kërku me president, kanë kërku president konsensual, president i cili vjen nga populli, i cili nuk është i përfshirë me partitë politike, edhe ne ja u kemi dhënë të gjitha mundësitë. Ne fillimisht kemi shku me idenë që përfaqësimi të bëhet në këtë pozitë nga Murat Jashari, i cili për fat keq nuk ka pranuar. Pastaj kemi shku me ofertën që ka qenë Andin Ukshin Hoti, po e thonë shumë që pse po e thoni kështu Andin Ukshin Hoti, po është e rëndësishme me cek. Po flasim një prej familjeve që i ka dhonë mas shumë t'i këtij vendi. Në pas e erdhi Glauku Njufca. Pse nuk ka ardhur PDK-ja? Pse nuk ka ardhur PDK-ja për shembull? Po shumë e thjeshtë. Ata kanë thonë me çet veprim që e kanë bë atë natë mbrëm edhe një ditë para, ata po duhen mi thonë popullit që na nuk njohëm figurë tjetër e cila e ka respektin tonë. Në fakt, të në vitin i njën të thirë në vlerat caktume, si parti që ka trashëgu kinse infrastrukturën e njerëzve të cilët e kanë udhëheq luftën, e nuk arritën me gjetë një njeri që i ka dhënë kontribut t'i veni e nuk është në PDK. Ja, ata i donin 2 emra. A nuk kanë mujtë? Kemi parë qëndrime dhe deklarata. Ajo ka qenë loj banale. Unë nuk e kisha leju veten si deputet që 2 emrat që ata i përcaktojnë me mordë mu surprizë. E leje unë, po as Lëvizja Vetëvendosje as Albin Kurti. Një ditë para se me shku vendi në zgjedhje, do të thotë mbrom, unë e kam po në kuvend Adem Grabovcin të orë në zyret PDK-s. Tash Adem Grabovcin ma përcaktu mu kush bëhet kandidat për presidenta, nuk ndodha ajo. Unë mbi të gjitha e respektoj vullnetin e qytetarëve. Janë 51% që ju kanë thonë atyne që ju nuk e keni mirë, na po dojmë Vetëvendosja me udhëheq këtë vend edhe Albin Kurti. Çfarë dënë ti? Duhet me u respektu. Shiqo, në Kosovë, ta keni për vete presidentin, jo, asnjë lloj interesi nuk e kemi pas. Na kritikën që ata e bënin për neve, që po i dojmë 3 pozitat, na ja u vërtetuam që s'po i dojmë 3 pozitat. Bile ju kërkonim që apo doni me bëu edhe rokada, apo mendoni që duhet me pas
nëse na po themi që duhet ta kemi presidentin edhe kryeministrin, hajde një krye parlamentarin. Nëse ju po pretendoni që krye parlamentarin, presidentin këtë rast nuk duhet me qenë një vetëvendosjes, hajde një gjeni një kandidat. Këta, bile, fillun edhe fushatën e linçimit edhe për kandidatët e mundshëm për president. Dhe me thonë, linçimi që u mundur me abo zonjës Rushiti është i tmerrshëm, duke i kërku tërheqo, mos u bë pjesë e shkeljeve kushtetuese, ku në fakt ne vetëm i bënim thirrjen seancë. Çfarë ishte ajo seancë fakt? Tentimi Ajo ka qenë s'ka qenë duke ditur që s'kishte quorum. Shiqo, kushtrim, kur je deputet edhe i përgjegjshëm, veni ku takohesh edhe përballësh është parlamenti. Nuk janë korridoret e kuvendit, nuk janë zyret e partisë në për kuvend. Është parlamenti, është delegimi direkt që na u ka bo neve për i popullit. Për shkak se nuk ka kuptim që ti 80% të mendimeve me i shprej në korridorin e kuvendit edhe mës me marë pjesë në sallë. Për atë arsye ne kemi ndajt aty, nuk kemi ndajt për qefit. S'kan ardhur në mungesë të marrëveshjes politike. Po. Ka qenë arsyetimi. Ofertat kanë qenë jo serioze sipas opozitës. Shiqo, cili ndush kandidat me e pas propozuna, qysh ndodhi edhe me zonjë Rushiti. Me njëherë filloj linçimi që kandidate e vetëvendosjes, kandidate e Albin Kurti. U propozua nga vetëvendosja, kështu i bie. Po, do më thonë, nëse ti po e thu, në këtë sens, opozita shkonin për tej, thonin që është e ndëgjueshme e Albin Kurtit, për një person i cili 25 vjetë krejt karrierën e vetë profesionale, e kanë ndërtu duke pas edhe raportet shkëlqyshme me partit opozitore. Zonja Rushiti ka raportet e shkëlqyshme me partit opozitore, për shkak se puna e saj... Si mori për krajen, se ka raportet shkëlqyshme. Shiqo, puna e saj e ka bo me pas të tillë. Puna e saj me viktimat e dhunës seksuale të luftës fundit e ka pas me pas raportet të tilla. Po, unë çuditem qysh ata nuk kanë dalë me një emër. Qysh nuk kanë dalë me një nënshkrim të vetëm të proceduar në kuvend. A e din që nuk ka... e prezentoj 15 nënshkrime. Shiqo, ata kanë mujtë me i prezentu listën e nënshkrimeve për mbledhjen e grupit. Jo, për... Aty nuk shkruan kur gjë. Presidentin ata. Nuk shkruan, kushtrim, nuk shkruan kur gjë. Ja, kur e bën, kur e afron letrën shkruan për marrëveshjen për president politik. Ofertën marrëveshje politike. Që bëhet edhe jo përmes Facebookut, le të koja ju përgjigj po ashtu përmes Facebookut. Jo, na nuk i kena bë ofertë përmes Facebookut. Kemi Facebookut. Vjosa Osmanin. Na kem qenë gjithë ditën në kuvend. Kryeministri Kurti gjithë ditën ka qëndruar në kuvend. Ju ka kërku që ti sjellni nënshkrimet, që t'ju plotësojmë ne. Jo, para kësaj. T'ju plotësojmë ne. Po, para kësaj seance. Edhe nuk kanë ndodhur dhe njëjta. Do me thonë, këtu kemi një situatë e cila ka ardhur për shkak të një rezultati. Rezultati është i dhjetorit. Ata kanë një urrëtie të madhe për Albin Kurtin edhe një mosbesim që ju kanë ndodhur rezultati që kanë përjetu me 28 dhjetor. Në gjithë vitin 2025, ata kanë bloku me shpresën që vetëvendosja bjen. Kur neve qytetarët na kanë vlerësu maksimalisht në dhjetor të vitit 2025, ata janë irritu edhe me qytetarët. Po besojnë, tash kanë fillu me menu, që zgjedhjet janë lotari. Nuk ju ka ra njëherë numri mirë, zgjedhjet e radhës ju bjen numri maj mirë. Janë të tilla? Në fakt, nuk është ashtu. Qytetarët këta i njohin shumë mirë, që 20 vjet i kanë pas para dush edhe para syve. Për që të arsye i kanë denu qështu me votë. Këta janë bo milioner në kurriz të shtetit, edhe e këshyrin me përbuzje qytetarin i cili mendon ndryshe. 51%. Qëre, nuk mjafton me thonë, po i njohim rezultatet. Duhet me pranu rezultatin. E kam pranuar. Ta ka kallëzu vendin qytetari, ti ose ki me dhonë opcione, ose nuk mund është në vazhdimësi me shantazhu me çështjen e presidentit. Tek oferta e LDK-s, 15 nënshkrimet. Për çka? Ku janë në kushtrim? Ato kur s'kan ardhur në kuvend, a e din që kur s'kan ardhur në kuvend? A e din që kur s'kan ardhur në kuvend? Janë 3-4 deputet. Për të hyrë garës për ta bërë quorumin. Janë 3-4 deputet bret LDK-s që se votojnë askënd që e propozon Lumir Abdigjiku. Ata kanë problemet brendshme.
Ata kanë dashur ndoshta në një skenor të caktuar lumirin me post president. Për shkak të një klauzule të LDK-s që kush është president i vendit duhet me lëshu rrugë edhe nuk mundet me qenë në pozitën e ngrirë të kryetarit partisë. A do të ishte e pranueshme kjo? Ndonë se ka përfunduar si çështje. Është çështje e parëndësishme mo. Na ja u kemi dhënë gjitha mundësit. Ju kemi kërku që t'i japin propozime. Asnjë propozim të vetëm. Po unë nuk çuditëm. Unë nga një intervistë që e kom po të Lojmir Abdigjikut, unë nuk çuditëm mo. Çka do që bën ai njeri, unë nuk çuditëm. Kur gazetori e pyeti, thot, qa keni me bon pas qytyne zgjedhjeve, qofse rezultati është i njëjtë, thot, jo, thot, se kena menu kaq gatë. Qyshme se kemi menu kaq gatë? Qyshme që në t'i kitë venin zgjedhje, veç pse ty s'ka pëlqy rezultati që e ke marrë? Të ke fundit opozita ka këtë synim, çdo herë ta rrëzoj qeverin. Jo, nuk pajtuna. Pse jo? Nuk është çdo herë. Pse jo? Nuk është çdo herë. A luftojnë subjekt politike për të hyrë në pushtet? Para 2 muaje janë kryer zgjedhjet. Para 2 muaje kushtren. Por opozita po e sheh fitore këtë. U rrëzua Kurti 3. Po këta janë në një situatë ku më shumë e ushqejnë urrëtitjen ndaj Albin Kurtit se dashnin për veti. Këta çtu janë. Këta me bë me i vet. A kështë dosht me kalu gjysën e ditës, të e dosht vetën atë e rry Albin Kurtin, këta këshin zgjedh me kalu tën ditën të e rry Albin Kurtin. Unë s'kam qa ju bëj këtyne, pas Albin Kurti s'ka, se populli nuk pidan. Qa që ju ka dhonë pushtet, këta du të me pranu. Këtë du të më konë reflektim. Jo me sharru halo ma fell në veprime, si me thonë, që nuk kanë shpjegim mas 6 muje, një kryetar partije, me të thonë, nuk e di qa këna me bo mas zgjedhjev, edhe kënena po insistan me shku në zgjedhje, unë veç të Lojmir Abdigjiku e të Bedri Hamza e kumë po. Tjetër kun nuk e gjenë. Nesër do të ketë konsultim. Ushtruzet e tyres e presidentes Alvin Haxhiu me partit politike janë 2 opsione, apo jo, nga se që zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditëve, 31 maj, 7 qershori. Për vetë vendosjen, ka preferencë këtu? Nuk e di, ende s'kemi diskutu për këtë punë, për shkak se dje ka qenë një natë e lodhshme nga ora 8 e mëngjesi deri ora 12 të natës, edhe ende s'kemi pas mundësi me diskutu, po besoj shumë shpejt do të mblidhemi. Kjo është një çështje teknike, për neve data e zgjedhjeve çdo herë ka qenë teknike. Për ta ka qenë e rëndësishme data e zgjedhjeve. Këta duan që gjysma e popullit mos me marr pjesë në zgjedhje. 28 dhjetori s'ishte i tillë. Bile kushtrim. 28 dhjetori s'ishte i tillë. Këta udhhiqen sipas një parimi. Se po e ndëgjoj edhe po e thojnë shumë qytetarë. Këta po menojnë që çaq poshtë kanë rrosa ma poshtë s'kan ku shkojnë. Ta çto janë t'ju thonë njerëzve. Na ma poshtë s'kena ku shkojnë apo ju thojnë. Kështu që peqojnë venin zgjedhje, na shta bjen Albin Kurti. Unë besoj që ka edhe ma keq. Na shta s'ka ma poshtë, dhe s'ka ma keq. Këta mund me përjetu një rezultat edhe ma të keq se sa i 28 dhjetori. Edhe nuk mund është me operu me parimin e bumbës bërthamore. Unë sulna me full se unë ta gjuj bumbën bërthamore të çështja e presidentit se e di që si kite edhe i t'halo. Jeni takuar, mjafta, po jo. 5-6 herë me Lojmir Abdigjikun, 2-3 herë me Bedri Hamzën. Po bre, takimet të cilat kishin pos për qëllim që në fund me shku në zgjedhje edhe s'dvyjnë me kushtem. Në 10 takime që i kemi bo me ta, a e din që nuk e ka një propozim. A e din që sot që në gjendje me dollë me thonë që filan fistikun e kena propozu. Kur kena thonë na, ditëve të fundit LDP-ja thotë në të për Vjosa Osmanin. Për Vjosa Osmanin e kanë keq përdor. E kanë keq përdor këtë çështje. Besëm që e kanë keq përdor. Nuk ka edhe nuk ka pas unitet për Vjosa Osmanin. Nuk me thot Alban Bajrami. E thujnë deklaratat publike të deputetëve të LDK-s. Ajo s'ka vend kanë thonë LDK. Po unë po ta them ty një gjë. Kur na kena thonë Andin Hotin, pse s'kan mujt ata me dalë me thonë, jo, na e propozojmë shqiptar Demoqin për shemb. Një doktor të shqumë edhe një djallët, një veprimtari i cili është përtej teritorit të Republikës Kosovës. Nuk kanë dasht një emër me dhonë. Për shkak se aty, sot në PDK, situata është që është si një shtëpi me një 10 hyrje. S'ka kryetarllak edhe ka vështirësi në vendimmarrje.
e kryesisht vendimet mirën nga bozat elektorale që po i mojnë gjallë. Edhe që aty ndodhin edhe kërcënimet. Deputetet e tyre nuk kanë mundësi me propozu. As emra, as ide për zgjidhje. Për shkak se parimi nga i cili udhëheqen është që domosdoshmërisht duhet me nol Albin Kurtin me e zbatu plan programin e vetë. Byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, fundin sovran, të cilin e kanë dërgu në gjykatë kushtetuese më shumë se 800 ditë nuk kemi një përgjigje, sigurimet shëndetësore, njëna pi brengave kryesore të qytetarëve të Republikës Kosovës, cilët edhe me një standard mbi mesatarën vendosin të largohen nga Kosova për shkak që kur ballafaqohen me një smundje nënkupton falimentimin ekonomik, këtë çdo punë nuk kanë dashur mi leju mu realizu për shkak se pastaj koha në opozitë zgjatet. Ata pe kuptojnë që aftësitë e tyre nolën që aty ku janë, po dojnë me na nol mundësitë e tona për me bo ma mirë. E në qëtë sens, këtë luftën e bërë. Se si parandaluat, pra? Qysh, tregom. Jo, nuk të përgjigjëm dot, por pse nuk i parandaluat jo zgjedhjet e reja? Nuk mundesh me i parandalu zgjedhjet e reja përveç se me i dhonë 66 nënshkrime të gatshme për një kandidat konsensual. Neve kur nuk na kanë thirrë ma herët kur kem qenë. Pa, keni qenë të sigurt për mja votu? Jo. Si po mendon, a keni qenë kandidatin e tyre? Po, kushtrem, kur arrihet kandidati konsensual, ti e kini diskutim, e qëtë emri në tavolin, edhe e diskutan. Nëse unë kam argumente të cilat nuk qëndrojnë, kush pastaj kujt i mbetet foji. Qytetarët do të na thonin pastaj që ju e keni blloku çështjen e presidentit. Për shkak se juve ja ofruan një figurë të jashtëzakonshme politike, ose shkencore, ose në fushën e shkencave, ose në një figurë kombëtare e cila i ka dhënë vendit shumë edhe ka sakrifiku. Por nuk kanë pas emra të tillë, se janë tutë që po ja votojmë. Ata janë tutë që po ja votojmë. PDK-ja që thirret në krahun e luftës, nuk kanë qenë në gjendje një veprimtar çështës kombëtare me prunë tavolinë. Se kanë pas frikë po ja votojmë. Ku po shpresoj? Ton atë thirrje për 25 vjet në krahun e luftës, në veprimtar të çështjes kombëtare, çështjes politike, nuk kanë gjendje me vlerësu njët vetëm nga numri i madh i njerëzve cilët kanë kontribuar për këtë vend, nuk kanë qenë gjendje një figurë me nxjerr. Se mendoni? Unë besoj që ata kanë menu që na e votojmë edhe sepse vullneti ka qenë mos me lënë vendin me shkuën zgjedhje. Qytetarët publikisht e kanë thënë të kundërtën në fakt, që s'kan pasur mirëbesim. Jo, do të vendosni një tjetër kandidat. Jo, unë mendoj që qëndrimi publik i PDK-s është qëndrimi i Samil Shtokut. Ai thotë që do të më urdhëzoj Albin Kurtin. Sa herë tipet mundësia. Thotë ti shakonon e mu vet, në fakt aty i ful në vedia se ai vetet. Ai thotë që unë e kisha urdhëzu sa herë të kisha pas mundësi, çdo ditë. Domethënë që kjo qëndrimi zyrtar, ato tjerat janë të paranceshme. Por po e shohin sukses opozita. Çka thot Bedri Homza? Sukses po e shohin, parandaluan. Bedri Homza është i ngarkum në PDK, Bedri Homza është i ngarkum veç me marr pjesë në videot që i shpërndon faqja e PDK-s. Edhe me siguri e ka një ulse në zyrën e PDK-s, jam i sigurt që s'është ulsa kryesore, përndryshe nuk ka detyrë tjetër ai. Vendimarrjet janë këtë tjetër kohë në PDK. Edhe për çfarë arsye s'kan guxuar me nxjerr një kandidat. Fajin, thonë e ka opozita. Ne kemi thonë që zgjedhjet e reja. Po sigurisht kushtrem. Pse sigurisht? Ja u kemi dhënë krejt mundësit, apo e kupton që me i pasmor opozita në një skenor filmash, se kjo s'ndodh në realitet, 51%. Këta edhe e kishin bo, se me listën sërbe e kanë let me bashkëpunu, po nuk të kishin thirrë si parti opozitare. As një mesazh në WhatsApp, aty ku po ankohen nga njëherë, nuk ta kishin dërgu. Si kanë kthyer përgjigjet në fakt. Ata që i ka shkruar Bedri Hamzës e Lemera Abdixhikut, si ka kthyer përgjigje. Shumë mirë që zotëri Kurti është kaq i thjesht sa edhe me 400.000 vota, me rekordin historik në Republikën e Kosovës, ai prap vendos me ul në të njëjtën tavolinë edhe me i kërku propozim një kandidati që i merr më pak se kandidati ju i 8 ose i 9 ose i 10. Domethënë vota në zgjedhje. Nga ideja për Feridë Rushitin dhe Hatixhe Hoxhë, e pam edhe deklarimin e zonjës Rushitit që tha që ka pasur kërkesa të vazhdueshme
qoftë nga partnerët vendor, por edhe ndërkombëtar, nga ambasada britanike e amerikane, por që kjo u mohua, zoti Bajrami, s'ka pasur asnjë mbështetje, qoftë nga ambasada britanike apo amerikane. Jo, nuk e ka thonë është. Ajo ka thonë që unë kam diskutu gjatë ditës me përfaqësues të ambasadave, edhe më kanë uru për guximin. Pavarësisht ka thënë që shteti amerikan më ka dekuruar si grua e guximshme. Këtu është bërë një spin pak deklaratës. Pastaj pyetja e gazetarëve ka qenë, a e keni nxit jo? Po kjo është nonsens bre. Nuk ka kalu koha kushtrim kur kandidati për president duhet më nxjerr nga ambasadat. Na duhet me qenë më të pjekur politikisht sa me tregu një vullnet edhe me u tregu edhe me zhveton që ne jemi në gjendje për me arrit. Ka treguar kuvendi pjekuri? S'ka tregu opozita. Leta abortin fojnë. Zgjedhjet e reja. Ne ja u kemi propozu kushtrim. 4 kandidat deri më tani. 5 në fakt. 5 kandidat ja kemi propozu. Pse nuk e kanë nxjerrë njëot vetëm ata? Pse nuk kanë arrit njëot vetëm? Edhe kandidaturën, edhe propozimi për kandidaturë të Murat Jasharit ka qenë idejeve të vendosjes. Sepse ne kemi besu që ai do ishte zgjidhja ideale për këtë pozitë, për shkak të sfidave të reja që neve mundëm me na ardhë si vend, për shkak krizave globale, cilat mundemi u përboll, cilat janë reflektim pastaj edhe në Ballkan. Këta kanë shku me opcione të cilat kanë pas për qëllim me prish punë. Ti po thu LDK-ja, po LDK-ja ka deklarime publike të Hikmet e Bajramit. Thot, as nuk bëhet fjallë që me votu Vjosa Osmani për presidente. E lërë mon LDK. Ata nuk e dojnë as aty as këto. Tjetër sen është tash që për me dëmtu Albin Kurtin, ata kanë me i përbi krejt fjallë që i kanë thonë për njëni tjetrin. Për shkak se po e kuptojnë që e vetmja formë për me pengu është pozita e presidentit, po kjo nuk ka menduar shumë gjatë kushtet. Edhe historia tregon që edhe vendosi ka përbi fjalët. Për çka? Për LDK-n në të kaluarën, për Isa Mustafën, ishte ai koalicioni. Historia thotë kështu. Ne çdo herë kur kemi bashkëpunuar me një parti opozitore, ne nuk kemi të shku me ushkrinë e LDK, se s'ka ndodhur ajo atëherë. Edhe në fakt pas zgjedhjeve qytetarët e kanë po se kush është shkrije, kush është rrit. Ne bashkëpunimin politik kur e bëjmë me parti të tjera, e bëjmë mbi konditat e rrethonave, po ne nuk tërhiqemi nga ato që kemi thonë për ta. Se ato janë të vërteta. Ti me u tërheq për të vërtetës është absurditet. Ti nuk mundesh me mohu të vërtetën. Tjetër gjë është që në moment caktuar ti detyrohesh me bashkëpunu për hir të interesit shtetëror. Po për ndryshe mos shpreson dikush që na tërheqemi për një pozicionit caktuar nga e kaluara vetëm për shkak se duhet me bashkëpunu në të ardhmen. Kjo ka me ndodh çdo herë çështë. Na qëndrimin që e kena pos në kohë caktuar për figura të caktuara na nuk e ndryshojmë. Për shkak se ato kanë qenë për kohën. Ne kërkojmë që secili nga ne pozitën që e ka me ushtru me dinjitet. Nëse nuk e ushtron me dinjitet, normal që kemi pas kritika dhe qëndrime tash për vetë vendosjes. Se kjo është në fundit, si më thonë, detyrimi secilit politikan që me qëndru drejt kundrejt padrejtësive dhe vendimeve dëmshme. Kështu që unë në këtë aspekt vetë vendosja është në rregull sepse çdo gjë e ka publike. Ne nuk kërkum. Kishte një mesazh atë të një deputetit vendosjes, Naim Bardiqit, president Karate. Çka ishte kjo, zoti? E ka shpjeguar zotri Bardiqi, unë mendoj që ka qenë në sensin e një bisede që ai e ka zhvilluar me një mik të vetin. Me siguri, me i hop bisedat në WhatsApp tuat ose të mijat, qa flasim me shok, çdo herë krijohet një analogji e caktuar për me bo marrë këtu se biseden, për shkak se... Mund të flisni për tuaj, jo për të mia. Po besoj se kjo është diçka formë e komunikimit privat që njerëzit e bëjnë. Po në fund më tregoni çfarë ishte jashtë rregullave të parlamentarizmit edhe kushtetutës në raport me zgjedhjen e presidentit. Asnjë shkelje. Asnjë shkelje e vetme. A di çka kanë shpresuar në ato opozita? Që na e shkelmi kushtetutën, e zgjedhmi presidentin me 61 vota, e këta me mujt me lujt revolucionarin në shesh, me bo protesta. Në fakt, milionerat që janë bo, milionera, të privatizu tuk të shtetit,
që e kanë ble ka 50 euro orin, e ja kanë shit 7.000 euro shtetit, me mdolë mu si revolucionorë në shesha, pas ju vjena e dit. A di ku kanë me përfundu ata? Kur të funksionalizohet byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ata kanë me përfundu në burg. Nuk ka vend për ata në politik. Nuk mund është me u bon milioner me pasurin publike, edhe me pretendu me lujtë revolucionarin në shesh atë të bo protesta. S'monësh, se s'ta lejojmë, se nuk lëshojmë në veprime që ata kanë shpresu. Nuk lëshojmë në veprime për shkak se ne dhënshëm nuk i mojmë pozitat. Nuk ka subjekt politik që ka pos vullnet me ju kthy popullit sa herë që është kone nevojshme, duke fitu kushtem. Ne duke fitu me më së shumti vota. Prap se prap, ne kemi qenë gatshëm me ju kthy popullit për më na vlerësu për punën që e bojna. Por 51% prap zgjedhje, zoti Bajrami, çka është të përveç se dështim? Nuk, kjo është një situatë e cila ka ardhur për shkak të pezmit të madh që opozita e ka, për shkak të fitores tonë që kemi realizuar me 28 dhjetor. Edhe unë nëse zgabohem, ka mundësi që e kam tek ju një deklarat, ku thëmë që këta nuk kanë me dalë me një kandidat. Nuk guxojnë me dalë me një kandidat. Për shkak se vërtet janë frigu që ja votojmë kandidatin, e parë që e qesin. So nuk besoj që këshin arrit me qitë një kandidat do si do nëse ishin konë bashkë opozita me propozun, jo, edhe kanë pas frikë që na ja votojmë. Po, unë po e thamë për të disotën herë, kjo nuk ka të bëj me çështjen e presidentit. Kjo ka të bëj me faktin që Albin Kurti është kryeministër. Ata dojnë me e largu prej pushtetit Albin Kurti. Po të kishte gatishmëri, marrëveshje politike, do ta vazhdon të qeverisin zoti Kurti. Edhe për 4 vite, kështu i bie. Për gatishmëri për çka? Marrëveshje politike. Për çfarë marrëveshje? Unë nuk e di, e kom një që të farë terminologjien, marrëveshje politike, president konsensual, marrëveshje klasike, unë nuk e di, a mundë dikush me dalë me shpjegu qa kanë nënkuptu ata me marrëveshje politike, me marrëveshje me president konsensual edhe me marrëveshje klasike. Ju e keni afruar kandidatin, por se keni garantuar, a i bie kështu, si vetë vendosje. As për LDK-s, as LDK-s. More, na LDK-s ja kemi ofru 4 ministri. Zëvendës kryeministrin e parë, në proporcion me votat që i kanë. Kushtrim, na nuk mujna me avdhon aty në 10 ministri, se nuk i kanë as në 15%, i kanë 13%. Na nuk mujna me ofendu vullnetin që populli e ka pos më na vlerësu neve. Çka nuk ta je populli, nuk mundet më radhon Albin Kurti. Edhe, javë kemi ofru, pjesëmarrjen në qeverisje, nuk kanë dashur. Javë kemi ofru mundësinë me pos kryeparlamentarin, thëshin na i shkarkoni kryeparlamentarin. E din kushtrim që kryeparlamentari ngarkohet me 61. Edhe duhet me 2/3 më shkarku. 10. Iroke që ata kanë me ardhë, një natë kur t'i thirrmi na, edhe me shkarku vetë veten. Na nuk mujna mi avnol halucinacionet që i kanë ata për veten. Apo kupton? Qysh po mujshmi mi avë shkarku kryeparlamentarin ku duhet me 2/3. Nuk ka sens. Ankohet që është anku që mundet me na i shkarku ministrat. Tu nis për një rastit të shkarkimit Agim Veliut. Po Lumir Abdigjiku pajtu me shkarkimin Agim Veliut. Ja ka mojt krohun Albin Kurtit në atë ku. Bile si revolt të daljes së LDK-s nga koalicioni, Lumiri që ka shku në qeveri heq, në qeverinë Abdullah Hoxhit. Edhe është deklaru që nuk është dashur më prish koalicioni. Po për me vërtetu këtë punë, a i ka shku e ka shkarku Agim Veliun për LDK-s. E ka preashtu krejt. Tash ti po pretendon që ka më ta bon njëjtë si Agim Veliu. Agim Veliut. Kur u bonë ti Agim Veliut që më ta bon njëjtë ashtu. Ose nëse e bo që ashtu, kallëzana s'bojnë në koalicion heq. Që kjo është parimi. Ka kundërthënje, cilat nuk i shpjegon dot, nuk i kupton, s'ki që i kupton. Ata nuk kanë me qenë gjendje për të në fushatën, me e shpjegu një rast të vetëm, ku e kanë bon një propozim të vetëm, po flasë në tavolinë, jo para medjave, me shfaqje teatrale, ku i thët, jehun bima letrën, apo kupton,
do ke qesharoke në fakt. Ja, u dëshmoj, 15 në shkrimet. Besom që më dhemke. Apo kupton, mi thoni deputetës i e hurën bëma letrën. Shefe e grupit parlamentar. Po s'm bëmon letrën te ja? Apo që shefe për më timojt letrat e kia çka? Atë i ka kujtuar ndoshta. Po s'është në rregull ajo. Apo nuk ja bën Albin Kurti as asistentit grupit tonë parlamentar çashtu. Bëma letrën. Letra do të më mojt me veti o zotni. Ku po shkon pa letra? Apo kryetar del në konferencë pa letra. Po më vje keq, mos, si e serios tani. E që kjo është? I presidentja, Vjosa Osmani, e quajti natë të rëndë në mbrëm. Stop propagandës, si e tha, duhet dhe në fund propagandës, frikës e përqarjes. Nëse e keni parë të deklaratë. Nëse se keni parë, e freskoj memori. Jo, e kam parë. E dëgjojmë, Bajrami. Hajde, po dam gjithçysh më ia dhon një 2 minuta. Jo, më shkol pse është. E dëgjojmë. Të dashur qytetar, mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përqarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Mjaft me propagandë, mjaft me urrejtje. Po, unë isha kthy te deklarata e parë që e ka pas, kur e ka qu vendin zgjedhje me dekretin e jashtëligjshëm, ku thotë që kjo është një prej veprimeve të cilat më bojnë krenare në karrierën time politike. Që kjo është shumë e rëndësishme. Që aty 30 ditë të punës së deputetëve janë ndalu për shkak një veprimi kamikaz që e ka bëu atë natë. Kamikaz. Po kamikaz ka qenë, ajo ka qenë shkelje e kushtetutës. Aty është cenu puna e deputetit në mëngjes, në ora 8, është cenu puna e deputetit. Në ora 9, janë mbledh LDK, PDK, AK, thëshin kur picaktojnë as zgjedhjet. Domthon, këta nuk janë në gjendje. Një javë ditë me të ardhur me një kandidat, a qatë ditë mas 45 minuta, se ka përfundu konferenca mas 15 minuta, mas 45 minuta, veç kur pishohim zyret presidentës. Është edhe mrena koridoreve në parlament, të merë koka njëherë me orientu veten, ma shumë këta e këshin pas gjetë rrugën për me shku i saktu zjetë. A këtë deklarata, e sotshme? Po, vetëm se deklaratat duhet me u ballafaqu me vetë veten. Jo me mu. Leti ballafaqojmë deklaratat që akuzat janë për vetëvendosje. Qa po thuj qytetar? Mjaft me propagandë, mjaft me urrejtje. Cili është halli i qytetarëve sot? Cili qytetar po thot mirë keni bon që veni po shkon në zgjedhje? Asnjëri prej tyre. Cila on frika e tyre? Që kriza ekonomike që e ka kaplu botën, ka më afektu jetën qatë shumë, sa ka me pas nevojë për një qeveri me legitimitet të plot, me pako ndim, se me mujt mi u dol ndim. Cila ka frika e tyne? Që ka njëherë frika jonë individuale synojmë me këthy në frikën kolektive. Me që jemi të frika? Me që jemi të frika? Nuk ka qashto, kushtrim. Zonja Osmani, aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë, e aty ku ka propagandë të shpifje duhet të mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj të bashkohemi në këtë mision se rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Unë nuk e di çka e konsideron zonja Osmani padrejtësi. Edhe nuk e di a i ka po rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Aty populli ka fol. Rezultati është i qartë, 51%. Nuk pe di për çfarë padrejtësish po flet. Unë muj me pretendu kushtrim që i meritoj 20 mandate në parlament. Po s'do me thonë që i marë. Edhe s'dohet mi marë. Padrejtësi ndoshta që se keni kandiduar për president. Nuk dohet bre përjetësisht njëri me nejt me një pozit. Apo kuptan? Jo, 2 mandate. Albin Kurti në shkurt i fitoj 43%. Në pamundësi për me u bo vetë, që tha bën e Glaukun. Apo e kuptan? Albin Kurti 3 herë kryeministër.
Po jo se qysh... Po thoni pa drejt përjetësisht. Qysh po i dalin, qëfar vështërësisht që qesin këta në udhë, këta kanë më na qunë zgjedhje prap. Në qofë se na nuk e mormi përqindjen e nevojshme për me arrit me zgjedh presidentin. Këta na qojnë zgjedhje prap, besom që na qojnë. Këty nuk ju intereson, këta janë bind, le ti merë vetëvendosja 57%. E këshyrin, a mjafton për me zgjedh 2/3, jo, e qojnë edhe një herë. Këta e shohin si lotari. Deri sa t'ju bjen numri për me fitu loto, këta kanë me qu venin zgjedhje. Josa Osmani po paralemran hyrjen në garë zgjedhore. Shumë mirë. Bashkim me LDK-n, si ka thënë Abdexhiku, është synim që ka kënë Josa Osmanin. A po i friksoheni një bashkëpunimi të tillë ju si vetëvendosi? Kushtrem, na kur politik nuk kena bo në raport me kush garan zgjedhje. Na i kena shumë qarta objektivat, për shkak se i kem qarta synimet edhe për shkak se i dim problemet. Jo, i një marrë me kundërshtarët politik, natyrisht. Po jo se ngarë normal, na rrugën së njalë qojnë aktyne. Besoj që këto e kanë me kuptu, në qëfë se kanë pas një trajtim caktum, nga posti i caktum, se s'po du mi adhon atë epitetin që jadhon në opozita, le dhe këja e thëshin në tere Albin Kurtit. Tash, ja këna hek na licencen, ja është prap në tere. Që da është? Në aspektin figurativ, ndoshta mund të bie kështu. Po, tash, le dolin me një konstatim. Ose ja kemi tërhek na licencen e noteres për shkak të shkeljeve që i ka bo, ose ajo është ende notere, po tash po do mu bo Elumin Abdexhikut. Qëre, nuk mund është me posti që si konstatime, ofenduse, pastaj me thonë, po bashkohemi e djatha. S'ko lidhja aty e djatha e majta. Nëse të djetorin tha që e ka bërë konstatimet, ofendimet individuale që ja bën individit, ti nuk mund është mi tërhek mo. Ti mund është me thonë që jam pajtu me idejnë tone për toksën progresive. A me qujt njeri në tere, edhe tani me i thonë, hajde po bashkumi e djatha, qëfar favori? Për qëfar favori? Datën e 20 djetorit, zgjedhjeve. Pa një detash e këshyrmi, në datën e rejtë zgjedhjeve. 28 djetor Mosko. Dhe me thonë, kur... Dhe një maj 7 qershor. Unë bile i kësha pyt, kur po jam mërmenja që si janë mërgota në Kosovë? Ose ja ndalojnë a mërgotës me legjë mes të votojnë. Ka që të bindër? Jo, dhe me thonë, imaginoje, këta dojnë mës me votu mërgota. Po ka me votu mërgota. Së në nalin këta. Na këna me caktu datën ma të favorshme që me votu mërgota. Se e ki obligim kushtetues kushtrim, obligim kushtetues që të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës mi ju kriju kushte që ata me votu. Rivale? Josa Osmani e Albin Kurtit. Urdra? Nëse është rivale e Albin Kurtit Josa Osmani. Nëse pra i hynë gara zëllore... Mund të jenë në të njëjtën garë. Mund të jenë në të njëjtën garë. Në të njëjtën garë? Po. Po është rivale kryesore e zëtë Kurtit? Nuk e di, tash për shembull kur luhet në finale, luajnë dy ekipe. Njëra fiton, njëra humb. Po. I treti nuk quhet rival. Në këtë rast, zëni Osmani thonë e tretë. Po. Që kjo është paka shumë konstatimi jam për rivalin. Në fakt, na s'kena rival, na kena pengus. Edhe shantazhus të qëti pozicionit të presidentit. Se ty e sheh Bedri Homzën, a i s'merr asnjë përgjegjësi si kryetari i PDK-s. I hub 2 por zgjedhje, kam i hub edhe tretat, a i kam e dalë, kam e thonë që të katërtat në është të ndryshon rezultati. Qa mi thonë këti? Rival unë se quj. Kjo është pengus. Edhe njëjtë ndodhë në LDK. Si më thonë, po flasim për një insinuat që po dojnë me kriju partit opozitore që e kanë shonën atë tjetrën. Shore këna me pos një bashkem të PDK-s edhe të LDK-s. Pas zgjedhjeve. Pavarësisht që ishte një koordinim për mos të koordinuar, në zgjedhje tjera, pas zgjedhjeve, kemi me pos edhe një bashkem të atyre që dikur njëri kamp e quante njërin komandant të tyre Boshko Buha, kurse kë që e quanin Boshko Buha, i thejke, unë do t'jem në parlament deri ditën sa të shot ty para pa griljave. Të njëjtit kanë me bashkëpunu. Dhe me thonë, nuk ka konstatim. Jo, shumë mirë, le të bashkëpunojnë. Na dojmë ata me bashkëpunu. Friksoni se nuk do të arrini rezultatin që kemi arritur me 20 djetor. Na po dojmë që ata me tregu që po bashkëpunojnë. Jo me bashkëpunu tinza. Ata le të tregojnë që jena tuke bashkëpunu PDK dhe LDK. Po kur i thu dikujt që
ti je mercenar, që shi ka thonë PDK-ja LDK-s, e kur i thu tjetrit që më kevra e du me të po prapa grillave, edhe në fund, dakordohesh që mës me pas një kandidat i cili e merë për krojën e gjithë partive politike për president, që apo da me thonë këti populli, apo kuptan? Faktori Vjosa Osmani në garën zgjedhore dhe a do ta pamundsoj jo vetëvendosin që ta arri atë rezultat që kishte. Unë besoj që rezultati jonë do t'jetë edhe më i lartë se e kemi pas në 28 dhjetor. Shumë jam i bindur, qytetarët e kanë kuptu që i vetmi subjekt politik i cili merë përgjegjësi dhe i del zot vendit është vetëvendosja. Të tjerët krejt kalkulimin politik e bëjnë në dëm të shtetit edhe në dëm të Albin Kurtit. Çdo veprim të vetin që e bëjnë duke u bazu në këto dy faktura. Nuk ju intereson që vendit po i shkojnë një 15 milion euro për zgjedhje. A mund të kanë fillu me ju duk kur gja këto 15 milion. Ti i thu që po na shkojnë 15 milion euro për një ashtu po thuhet. Po ka efekt pastaj ajo. Ka efekt edhe zinxhiror. Mos flas për efektin zinxhiror që po e kanë biznes. Bizneset po kanë ngecje të shitjeve normale të tyne për shkak se populli koncentrohet në situatën e cila po zhvillohet gjatë zgjedhjeve. A po fiksoni efekti se po është i madh. Osmani mund të marrë ndonjë deputet të grupit parlamentar të vendosjes? Kemi parë distancimin të Haxhi Avdylit. Ne nuk friksohemi që mund ta marrë ndonjë, sepse ata që kanë dalë për vetëvendosjes, rrallëherë kanë përfundu mirë. Historia i mbon men një 12-13, po veç në histori. Ata nuk janë mon jetën politike. Fati mund të përcjellë edhe Haxhi Avdylin, thoni? Jo, unë veç po ta shpjegoj që çka ka ndodhur me ata që kanë dalë për vetëvendosjes. Dhe pretendimi është për Haxhi Avdylin. Po ti the, se unë nuk e thash. Jo, unë i pyeta për Haxhi Avdylin, prandaj. Po nuk e di, se s'm ka rënë me diskutu. Ne ta shpjegova që mbrom As në seancë 12 të natës. Jo, ka qenë herën e parë. herën e parë, nëse s'gabuam dytën s'pas ka qenë. Po, unë po të them cili është konstatimi im. Çka ka ndodhur me ata që kanë menu që ky është momenti, po largohemi për Albin Kurtit, perzojmë Albin Kurtin, nuk qohet më. Ja rretën qëllimit, e rrëzuan Kurtin 3, opozita. Që ata sa herë për na rrëzojnë, ne po kthehemi më të fortë. Kanë më na rrëzu veç edhe kësaj, na kanë rrëzu veç edhe kësaj here. Herën tjetër nuk na rrëzojnë. Nuk kanë me post numra me na rrëzu. Kësaj here s'kan post numra me përmbush aplikacionin për kandidim të një kandidati për president. Herën tjetër, inshallah i kanë numrat me bo grupe parlamentare. S'me pas nevoj me u shka për derë, dhe me thonë në kuvend. E a kjo? Unë nuk besoj që e kalem pravën. Rrezikon prava. Po, Që ka një kandidat të ri, Ardian Gjinin, për kryeministër. Po, a kjo ja u kone ndërtume rreth familjes Haradinaj. Ardian Gjini nuk më rinë për te Gjakovës me dalë. Zoti Bajrami, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë, sepse termini e kaluam eci shumë shpejt. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Këtë e mbillon këtë edicion të ndëruar shikues, bashkë shihemi nesër, natën e mirë e mirë.